Mirëmbrëma vëllezër, Zoti ju bekoft të gjithëve. Dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Atit ton qiellor. Bashkëshorti im u diagnostikua me kancer dhe i dhanë 48 orë jetë. U pikëlluam shumë dhe patëm shumë frikë, por i besuam Atit ton qiellor. Nuk e njihnim kishën aso kohe, por me anë të bijes ton, vajzës së bashkëshortit tim, pasi ajo ishte në kish, filluam të dëgjojmë kantikët dhe mësimet e motrës tonë Maria Luisa, dhe kjo na ndihmoi për të besuar më shumë te Zoti. Tani jemi duke shkuar në kish, këtu në Qitre, dhe Zoti në profeci na ka thënë të besojmë, mos të dorëzohemi, se do të jetë ai që do ta ngrejë në këmbë, se do ta shërojë, dhe ne i besojmë Zotit të gjallë. Në rezonancën e fundit magnetike që i bën në kokë, rezultoi se nga 3 tumorët që bashkëshorti im kishte, tani më ka vetëm 1, i cili është duke u zvogëluar në madhësi nga dita në ditë. Ai ishte i shtruar në spitalin onkologjik në Panama, ku mjekët na ndanin qëndrimet e tyre profesionale dhe shkencore, por ne kishim tashmë besimin ton të vendosur në ato çka Zoti na kishte thënë, dhe i besojmë Zotit. Pas prognozës mjekësore dhe operacionit, burri im mbeti i paralizuar në anën e djathtë, nuk mund të lëviz krahun dhe këmbën e djathtë, dhe paraliza e ka prekur dhe të folurin. Por fal Zotit kemi vënë re përmirësime në shqiptimin e fjalëve, ai tani më ka filluar të lëviz krahun dhe këmbën, dhe për këtë ja jap nderin vetëm Perëndis. Amen. Vëllezër dhe motra, dua të dëshmoj për lavdinë dhe nderin e Zotit ton Jezu Krisht. Në fillim të vitit 2024, ai më tha në profecinë e Tij të Shenjtë se do më duhej të shkoja në spital, por të mos kisha frikë, sepse ai do të ishte me mua në çdo moment dhe do të më ndihmonte dhe madje do të më begatonte. Ndodhi që unë shkova te mjeku dhe pas disa analizave më thanë se kisha artrit dhe për këtë arsye kisha dhimbje duarsh. Pas disa javësh, ndjeva një shqetësim në krahun e majt, shkova përsëri te mjeku dhe më thanë se kisha Parkinson dhe kjo më preku pak sepse për mjekët kjo sëmundje nuk shërohet, por pavarësisht kësaj munda të bëja të gjitha këto analiza dhe gjithçka fal një sigurimi shëndetësor që Ati im qiellor më kishte lejuar që të kisha për disa vite, pasi çdo vit më vinte letra e rinovimit pa bër unë asgjë. Djalli megjithatë nuk ishte i kënaqur me kaq, disa muaj më vonë ndjeva një shqetësim në fyt për të cilin shkova përsëri te mjeku dhe më diagnostikuan se kisha kancer në tiroide. Pastaj më përgatitëm për një operacion i cili u bë ditët e para të qershorit dhe më pas më bën trajtimin pasues me mjekësi bërthamore për të shëruar të gjithë vendin e prekur. Për shkak të gjithë kësaj punova shumë pak gjatë atyre ditëve, por Ati im qiellor përmbushi premtimin dhe edhe pse punoja shumë pak dhe kolegët e mi të punës ishin larguar nga kompania dhe punoja vetëm, unë munda të përmbushja detyrimet e mia të punës dhe madje kursimet e mia u shtuan. Në fillim të nëntorit, ndjeva përsëri shqetësim në fyt dhe pash që një tumor po rritej përsëri dhe padyshim mendova se ishte kanceri që po kthehej. Kërkova një takim te mjeku, të cilin më dhan për ditët e para të dhjetorit dhe ndërsa prisja takimin, ndodhi diçka e mrekullueshme, që ishte ardhja e motrës Maria Luisa dhe unë munda të shkoja me familjen time në studimin biblik të mbajtur në Virginia në 24 nëntor, ishte një ditë gëzimi, madje munda të shtrëngoja dorën motrës Maria Luisa, gjë që më mbushi me shumë gëzim. 3 ditë më vonë, u zgjova me lajmin e mirë se Perëndia kishte bërë një mrekulli dhe nuk ndjeja asgjë në fyt, kontrollova dhe nuk kisha asnjë tumor dhe nuk ndjeja asnjë shqetësim, megjithatë shkova te mjeku, shkova në takim dhe mjekët konfirmuan që nuk kisha asnjë tumor në fyt
dhe që nuk kisha asnjë lloj kanceri. Dëshmoj vëllezër që sot Perëndia ka përmbushur premtimin se do të më begatonte, pavarësisht të gjithë vështirësive, sepse këtë vit që ishte pak i vështirë dhe që punova shumë pak, pata mundësinë të shlyeja disa borxhe që kisha për makinën me vlerë më shumë se $50,000 dhe kursimet e mia u shumëfishuan. Gjithashtu mund të dëshmoj që ashtu si Perëndia ma premtoi që do të ishte me mua, në asnjë moment nuk pata frikë, nuk pata dhimbje, nuk pata asnjë shqetësim nga ato që njerëzit më flisnin kur kishin kancer. Gjithë këtë e dëshmoj për lavdinë dhe nderin e Zotit ton Jezu Krisht.